pasticen, Ti ke marrë tubat. për mua nuk ka rëndësi fare se çfarë lloj makaronash përdor. Po ditë ta gatuash, futësh këto elementet e tjerë. Po qoftë flutur, po qoftë guac. Po shife ngjyrën, shife teksturën. Pra, nëse ju doni të shihni dhe të zgjidhni në treg një pastë premium, ja ku e keni. Ola ju vjen sepse duke patur parasysh mënyrën se si përgatitet kjo pastë, Albana vuri dhe syzet që ta dalloj më mirë. Ja. Edhe teksturën e ashpër. Shiko si është Për tekstura. vetë faktin se tharja e këtyre makaronave, pra brumit pasi ai përgatitet, bëhet në pllaka të bronzta. Pra kjo ndodh vetëm për pastat premium. Dhe një prej tyre është pikërisht pasta Ola, duke patur parasysh që gjithë prodhimi, gjithë mënyrën ja ka lënë në dorë mjeshtrave të teknologjisë italiane, të cilët dihet që janë të parët për prodhimin e pastave, ndaj gjithë kjo eksperiencë është sintetizuar pikërisht tek prodhimi i këtyre makaronave për të na sjellë edhe ne në Shqipëri një pastë të mirë si që kanë italianët. E shumë elemente, pika të tjera kyçe e bëjnë këtë pastë të themi ne që është pasta premium, që kjo teksturë e ashpër na bën që salca e kuqe apo e bardhë, çfarë lloj salce përgatisim ne, të jetë ngjitur mirë tek makarona duke patur parasysh strukturën që ajo ka. Çfarë do lloj forme gatimi që mund ta bëni pastën Ola? Tretja do të bëhet më e lehtë, nëse ju do të respektoni edhe minutazhin. Kripja. Por bëhet më e lehtë për shkak të cilësisë dhe përzgjedhjes së grurit, miellit që përdoret për përgatitjen e pastave, teknologjisë që zgjidhet dhe shumë elementeve të tjerë që e bëjnë këtë pastë premium. Pasta premium Ola vendoset në furrë